Hyra me idem për të qenë lider i vetvetes dhe për t'i vënë vulën asaj që është fjala dhe emri. Unë zgjodha të loz me ata që më ka dashur qefi të loz. Këtu jam përfshirë më shumë si lojtar përveç se si i lirë. Dhe kështu që unë i lirin këtu brenda e shikoj vetvetja, e shikoj sigurisht shumë më lojtar ta përsëris si dikur. E kam shijuar pa mas, e mendoja shumë më të vështirë. Njerëzit e dija që do ishin disa okej dhe disa jo okej. Ka pasur sigurisht akute, helmi njerëzor shumë të mëdha. Gjëra ndryshe nuk besoj se do bëja përveç se 2-3 momenteve që ndoshta mund ta kisha kursyer gjë. Ajo e pishinës në natë parë me Mozën dhe me Zhakun, po mbi gjitha me Zhakun. 100% i bindur për atë që kam bërë. Iliri nuk ka luajtur asnjëherë në grup. Gjithë fjala që është konceptuar ushtria e Ilirit nuk ka qenë vetë se një makinacion i njerëzve që kanë dashur të jenë afër Ilirit, po e dinë që me karakterin, me fytyrën që kanë, Iliri nuk ka shans t'i mbajë afër. Romirit, kam qenë shumë kureshtar të njoh këtë njeri më në thellësi, sepse edhe nuk ka qenë shumë e thjeshtë për ta analizuar, sepse Romiri ka një kapacitet fshehje emocioni ose kursimi fjale që nuk është i thjeshtë. Kur njeriu është i sigurt për atë që është, për atë që flet, për atë që sillet dhe thjesht vetë siguri, nuk më bëhet vonë fare. Thjesht unë përpiqem të jem vetvetja dhe të krijoj, themi, atë që është struktura e Ilirit me sigurisht sfumaturat e një loje. Moment tjetër i bukur, sigurisht shoqërimi me Ponin është i këndshëm megjithse i vujtshëm. Momentet hapjes gropave me Romirin janë dhe batutat e tij janë do m'ngelin gjithmonë. Sfidat që kam fituar do mbeten kujtes sepse unë jam jashtëzakonisht dinamik sportiv dhe garist. Pëlqen gara, më pëlqen dhe ta fitoj, pse jo, duke luajtur pastër dhe me forcat e mia, pa modifikuar asgjë dhe pa përfituar, themi, nga askush. Mund kisha bërë shumë gjëra ndryshe, nëse pozita, statusi do kishin qenë ndryshe.